Për të 84-ën ditë radhazi, qytetarë të shumtë janë mbledhur në Tiranë në shenjë proteste kundër qeverisë. Protesta nisi në sheshin Skanderbej, ku qytetarët u mblodhën me flamuj në duar dhe më pas marshuan drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e kursit politik të vendit. Gjatë fjalimeve, protestuesit ngritën shqetësimet e tyre për situatën ekonomike, emigracionin, shëndetësinë dhe arsimin, ndërsa kërkesa kryesore vijon të mbetet krijimi i një qeverie teknike. Si që kemi thënë për natë, ditët e kësaj rezistence shtohen, e ditët e qeverisë Rama paksohen. Storeshës e Edi Ramës dhe qeverisë së tij, ne kërkojmë një qeveri transitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. Duhet japi dorëheqje pa negociata. Gjithë këtu e vendos sheshi. E pritëm me ka hapur demokracinë në vetën, në gënjeu, se marën dorë pata që kishin. Në gënjeu dhe më tunë mrapsht. E ti që fatë të më të shimë makineri mrapsht, dhe nuk punon, nuk funksionon. E themë Ramës të bëj kujdes, sepse nuk mjafton të gjynëzojsh për balë kryeministres italiane, për 2 herë në reshtë që të shpëtosh nga fajet e duar nga turpyt. Pas më shumë se 2 muaj shtubim, në këtë ditë të 84-t janë krijuar momente tensioni mes pjesëmarrësve. 2 gra të cilat morën megafonin për të folur para protestuesve u kundërshtuan nga një pjesë e turmës. Mosmarrveshja vjen pas një tjetër përplasjeje të para disa ditëve, ku një prej protestuesve edhe u sulmua fizikisht. Pas fjalimeve përpara kryeministrisë, protestuesit vijuan marshimin në rrugët kryesore të kryeqytetit, duke përsëritur thirrjet kundër klasës aktuale politike dhe duke u bërë apel qytetarëve të tjerë t'u bashkohen protestave. Por një pjesë e protestuesve nuk e kanë ndjekur marshimin dhe kanë vendosur të qëndrojnë para kryeministrisë.